Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë këto momente të lusim së bashku mbrëmsoren. Sot është e diel dhe jemi në javën e 5 të kohës së kreshmeve. Psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë jetës. Amen. Himni. Dëgjo krijues dashamirës, me lot po të lutemi. Ndër agjërime të shenjta ke themeluar kreshmët. Gjurmues hynori zemrave, që një dobësi të forcave, atyre që ka t'i kthehen, jepu hirin e faljes. Vërtet kemi bërë shumë mëkate, të penduarve jepu mëshirimin, e me lavd të emrit tënd, të dobëdve jepu shërimin. Kështu trupin jashtë dërmoje, nënshtroja agjërimeve, dhe mendja e përkor t'i shmangët njollës së fajeve. Ndihmo Trini e lume, na lejon njëni e vetme, për të tu të jenë të fryqshme, këto dhun ti frenimi. Amen. Antifona e parë. Sikur se gjarpri në shkretëtir, ashtu do të lartësohet edhe biri i njeriut. Psalmi 110, Mesia mbret dhe meshtar. I tha Zoti, Zoti tim, rri në të djathtën time, derisa t'i vë armiqtë tu shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd, Zoti do ta shtrinj nga Sioni, sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet në ditën e fuqisë sate, në shkëlqime të shenjta nga krahërori, para yllit të dritës unë të linda. Zoti u përbetua, asesi s'do të pendohet, ti e prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretërit ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pi prej përojit, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë jetës. Amen. Sikur se gjarpri në shkretëtir, ashtu do të lartësohet edhe biri i njeriut. Antifona e dytë. Ti o hy i gjithësisë, mbro e liro, ruaj e shpëto. Psalmi 114, mrekullitë e daljes prej Egjiptit. Kur Izraeli doli nga Egjipti, shtëpia e Jakobit nga populli barbar. Judeja u bë shenjtrorja e tij, Izraeli zotrimi i tij. Pa deti dhe i bëri rrugë, Jordani u kthye prapazi, malet kërcyen si desh, kodrat por si qenë gjadelesh. Çpate o det që ike, e ti o Jordan që u ktheve prapazi. Ju o male, pse kërcyet si desh, e ju o kodra por si qenë gjadelesh? Dridhu o tokë para fytyrës së Zotit, para fytyrës së hyjit të Jakobit, që është ndron shkëmbi në liçen ujrash, edhe qetë në burim uji të gjallë. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë jetës. Amen. Ti o hyj i gjithësisë, mbro e liro, ruaj e shpëto. Antifona e tretë. O Krisht, i gozhduar në kryq për shkak të mëkateve tona, i shtypur nga e keqja e botës, me anë të plagëve të tua, ne jemi shëruar. Kënga krahason me letrën e parë të Shën Pjetrit Apostull, kapitulli 2 të rreshti 21 deri 24. Vuajtja e vullnetshme e Krishtit, shërbëtori të hyjit. Krishti pësoi për ju duke ju lënë shembullin, që dhe ju t'i ndiqni gjurmët e tija. Ai që mëkat nuk bëri dhe në buzët e tija nuk u gjet gënjim. Ai që i fyr nuk hakmerej me fyrje. Dhe i salvuar nuk kërcnohej, por ja lëshonte çështjen e vet. Ati që gjykon me drejtësi. Ai në trupin e vet i mori mbi trurin e kryqit mëkatet tona, që të vdekur për mëkate të jetojmë për drejtësi, me veragat e të cilit jemi shëruar. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë jetës. Amen. O Krisht, i gozhduar në kryq për shkak të mëkateve tona, i shtypur nga e keqja e botës, me anë të plagëve të tua, ne jemi shëruar. Leximi i shkurtër marrë nga Veprat e Apostujve, kapitulli 13, rreshtat 26 deri në 30a. Vëllezër, neve na është drejtuar kjo fjalë shëlbimi,
sepse banorët e Jerusalemit dhe krerët e tyre nuk e pranuan Jezusin, dhe duke e dënuar për vdekje, i quan në vend fjalët e profetëve që lehtësohen çdo të shtunë. Edhe pse nuk gjetën në të kurfar arsye për të qenë dënuar, kërkuan prej Pilatit që të vritej. Pasi kryen gjithçka ishte shkruar për të, e ulën nga kryqi dhe e shti në varr, por se hyi e ngjalli prej të vdekurish. Përgjigje e shkurtër. Kundër teje mëkatuam, ki mëshirë për ne o Zot. Kundër teje mëkatuam, ki mëshirë për ne o Zot. Dëgjoj o Zot zërin ton. Ki mëshirë për ne o Zot. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Kundër teje mëkatuam, ki mëshirë për ne o Zot. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Kur të jem lartësuar nga toka, do t'i tërheq tek unë të gjithë njerëzit. Kënga Virgjë Resulume sipas Lukës, ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im e harej brohorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptoren e vetë të përvuajt, që se që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua, hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrëzoj prinsat prej fronëve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pastrurit i nisi duar thot, I ndihmoi Izraelit shërptorit të vet, duke e sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tan. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmoni jetës amen. Kur të jem lartësuar nga toka, do t'i tërheq tek unë të gjithë njerëzit. Lutjet e besimtarve. Lavdi qoftë hyjit i cili popullin e zgjedhur e rilindi nga fara që nuk prishet me fjalën e vet, e cila mbetet përgjithmonë. Atij t'i drejtohemi me përshpirtri të përvuajtur. O Zot, bëju i butë me popullin tënd. Dëgjohu ati but, lutje të cilat po t'i drejtojmë për mbar popullin tënd, që të ke dëshirë më shumë të ngihet me fjalën tënde, se sa me ushqimin trupor. O Zot, bëju i butë me popullin tënd. Na mëso që popullin ton, si edhe të gjithë njerëzit, t'i duam sinqerisht pa dallim dhe në mënyrë vepruese, që ta ndihmojmë një ndërtim të përhershëm në paqe e në të mirë. O Zot, bëju i butë me popullin tënd. Shikoj të gjithë ata që me sakramentin e pagëzimit do të rilinden, që siguri gjallë të ndërtojnë ty një shtëpi shpirtërore. O Zot, bëju i butë me popullin tënd. Ti me predikimet e Jonës, Ninivasit i bërë të pendohen, me fjalën tënde mirësisht kthej zemrat e mëkatarëve në rrugë të shpëtimit. O Zot, bëju i butë me popullin tënd. Bëj që ata që po kalojnë në amshim nga kjo jetë, të dalin para gjyqit tënd me shpresë të gjallë në Krishtin, që të gëzohen përgjithmonë në lumturinë tënde hynore. O Zot, bëju i butë me popullin tënd. Aty ynë që e në qiell, u shenjtroft emri yt. Ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Po të lutemi o Zot, hyjin, na eja në ndihmë të mund të jetojmë e të veprojmë përgjithmonë me dashuri që e shtyri birin tënd ta jap jetën për ne. Në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë hy, për të gjithë shekujt të shekujve. Amen. Zoti na bekoft, na ruaj prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.